Kuvendi i Kosovës nuk u konstitua as në përpjekjen e 18. Formimi i komisionit për votim të fshehtë në seancën e sotme mori vetëm 52 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Seanca e radhës do të mbahet më 21 maj nga ora 11. Ndërkohë, pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, janë deklaruar edhe përfaqësuesit e partive politike duke treguar qëndrimet e tyre lidhur me ngërçin politik në vend. Ne s'kemi krizë juridike, kemi krizë politike. Dhe në këtë situatë edhe përgjigja do duhet ishte politike dhe zgjidhja do duhet ishte e tillë. Por nëse një gjë e tillë mungon edhe për një periudhë caktuar, unë besoj që duhet dikush që të merret edhe me një adresim drejtim gjykatës kushtetuese, siç e ka bën këtë rast AOK me mbështetjen e deputetëve të partive të tjera për çështjen e mënyrës së votimit. Presidenti është brenda kompetencave dhe prerogativëve të saj kushtetuese që ja lejojnë një gjë të tillë. Unë kam kërkuar në takimin me të javën e kaluar që në zbatim të këtyre përgjegjësive të drejtohet gjykatës me pyetje kushtetuese. Nuk e di atë ta bëjë një gjë të tillë. Unë besoj që ajo vullnetin e ka shpreh që në një moment apo në një pikë të caktuar të kësaj vazhdimësie të blokadës ta bëjnë një gjë të tillë. Tash po nisëm për në gjykatën kushtetuese, është afati i fundit për dërgimin e komenteve, kemi hartu edhe disa komente në përkrahje dhe në mbështetje të asaj që kemi dërguar dhe arsyetimin sepse duhet të trajtohet me seriozitet. Ne tash po fillojmë me shku në gjykatën kushtetuese, tash do i dërgojmë, do i dorëzojmë dhe normal që dëshirojmë me u fuqizu kërkesa paraprake. LDK-ja del thot na nuk e votojmë asnjë kandidat. Kjo tregon që LDK është komplet përgjegjëse për bllokimin. Pro, çfarë kompromisi aty? E dyta, PDK-ja thot na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra, zavens ministra. AK-ja thot na e kemi një propozim tonin. Propozimin atakon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh që dele kundërshton zonjën Haxhiu, na smundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jomir Abdigjiku, ka thënë se Kosova ka nevojë për institucione dhe veprime të lëvizjes vetëvendosje. Ai ka thënë se situata e krijuar është shqetësuese. Fatkeqësisht nuk ka as interes e nuk ka as urgjencë për partinë e parë të bëjë institucionet. A du të ketë një urgjencë pas e ke deklaruar të se Kurti në takimin me presidentin ka thënë që nuk ka urgjencë? Për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe zvarritje, për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe propozime që seancat mos mbahet sipas rregullorës. Mungesa e urgjencës është vërtet lajm i keq për Republikën e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për institucione, ka nevojë për veprime politike të partisë së parë. Është e pakuptueshme se si një parti me 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë minimale. Ju faleminderit. Veteranët e ushtrisë qërimtare të Kosovës i kanë dërguar letër edhe komisionerit për të drejtat e njerëzit të Këshillit të Evropës, Michael O'Flaherty, pas asaj të ish emisarit amerikan Richard Grenell, lidhur me dhomat e specializuara. Ata kërkuan që të nisë një hetim ndërkombëtar dhe i pavarur mbi shkeljet sistematike të drejtave të njerëzit ndaj të akuzuarve që po mbahen në Hag. Në letër thuhet se dhomat e specializuara po bëjnë abuzime procedurale mbi këtë çështje, duke shtuar se procedurat janë njollosur nga paraburgime të tezgjatura. Në letër thuhet se ajo që kishte nisur si instrument drejtësie është shndërruar në diçka krejt tjetër. Veteranët ju drejtuan komisionerit O'Flaherty se kjo çështje s'është ligjore, por e të drejtave të njerëzit. Sot bëhen 26 vjet nga masakra e burgut të Dubravës, e cila konsiderohet ndër masakrat më të mëdha në Kosovë kundër shqiptarëve nga regjimi i kriminalit serb Slobodan Milošević. Brenda burgut janë vrarë 160 të burgosur shqiptar dhe janë plagosur më shumë se 300 të tjerë. Masakra e burgut të Dubravës është kryer nga 19 deri më 24 maj 1999. Brenda burgut të Dubravës gjendet një pllak përkujtimore me emrat e të gjithë atyre që janë vrarë në këtë masakër, që konsiderohet si një nga masakrat më të mëdha të regjimit serb të kryer ndaj shqiptarëve. Për këtë masakër ende nuk është dënuar askush. Masakra në burgun e Dubravës, e ndodhur më 19 maj 1999, është një ngjarje tragjike që ndodhi gjatë luftës së Kosovës, kur forcat serbe kryen një sulm masiv ndaj të burgosurve shqiptar në këtë burg.
Një foshnje porsalindur është gjetur brenda një qese të zezë pranë një deponie të mbeturinave në Matiçan të Prishtinës. Mësohet se ekipet e mjekësisë ligjore tashmë kanë larguar trupin e pajet të foshnjës që u gjet në deponi dhe e kanë dërguar për obduksion. Lidhur me rastin e trisht, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka konfirmuar se kanë nisur hetimet. Ju njoftojmë se prokurori kujdesar është njoftuar për rastin aktual dhe është në ndërmarrjen e të gjitha masave dhe veprimeve hetimore për këtë çështje. Për më shumë informacione, ju njoftojmë në vazhdim, tha zëdhënësja e kësaj prokurorie, Kaltrina Shala. Një veturë e vjedhur në Gjermani është gjendur në fshatin Senik të Malishevës. Lidhur me këtë rast, në këtë fazë të hetimeve, në cilësinë e dëshmitarëve janë intervistuar 2 persona. Në konsultim me prokurorin e shtetit, është iniciuar rasti pranim i mallrave të vjedhura. Të dielën rreth orës 19, stacioni policor në Malishev ka pranuar një informacion nga stacioni policor në Mitrovicën e Veriut lidhur me një automjet transportues, i cili ishte duke bartur një veturë me targa gjermane, për të cilën dyshohet se është vjedhur në territorin e Gjermanisë dhe ishte në drejtim të Malishevës, thuhet në njoftimin e policisë. Gjatë zhvillimit të hetimeve është pranuar një informat shtesë se vetura e dyshuar ishte duke u dërguar në fshatin Senik të Malishevës. Në këtë lokacion, njësitë policore kanë arritur të ndalonin automjetin transportues së bashku me veturën e ngarkuar dhe pastaj i kanë sekuestruar ato për procedura të mëtejme hetimore. Për 1 orë, treni në stacionin e Kurudhor në Fushë Kosovë ndaloi së funksionuari si pjesë e një proteste të organizuar nga punëtorët e kompanive publike, Infrakos dhe Trenkos. Kjo është hera e dytë që punonjësit protestojnë duke kërkuar një rritje të domosdoshme të pagave, të cilat sipas tyre nuk janë ndryshuar për më shumë se 15 vjet. Kryetari i sindikatës së Infrakos, Hysen Nikçi, deklaroi se kërkesa e vetme është rritja e pagave dhe se ky veprim simbolik është një paralajmërim i fundit për institucionet përgjegjëse para hyrjes në grevë nga 26 maj, në rast se kërkesat nuk plotësohen. Kryetari i Prishtinës Peparim Rama ka pritur në takim përfaqësuesit e sindikatës së ndërmarrjes pastrimi. Në këtë takim Rama ka hedhur fajin tek menaxhmenti i ndërmarrjes pastrimi lidhur me situatën e rënduar me mbeturina në kryeqytet. Ai ka thënë se faji nuk është tek punëtorët, ndërsa ka theksuar se duhet të largohen njerëzit që nuk dinë të udhëheqin procesin. Me uhek njerëz që nuk dinë me menaxhu procesin. Ne qysh vitin e kalum kemi marrë iniciativë për me pru edhe kompani private për me ndihmu pastrimin, sepse kemi pa që ka nevojë, e kemi pa që si kemi pru ata qyteti është pastru, po nasni kohë nuk e kemi cenu kompanin pastrimi, përkundër e kemi ndihmu. Sepse qyteti e dini që është në rritje sipër, edhe ka nevojë edhe më të madhe për me u menaxhu procesi i pastrimit në mënyrën më të mirë të mundur. Neve si sindikat menaxhmentin na nuk merrem me ta, ju si kryetar do të më merr me ta, nëse nuk punojnë atëherë do të edhe më shkarku. Po punëtorët nuk do të më dëmtu. Që kjo neve na intereson te punëtorët. Ata me lan pa punë, pa paga është vështirë. Në këtë situatë këto qysh po shkojnë na spedi tjetër që me thonë që kësha lutë, për me nënë vesh për punëtorë. Drejtori i shërbimeve publike Bekim Brestovci pas takimit me përfaqësuesit e sindikatës së ndërmarrjes pastrimi ka njoftuar se është arritur marrëveshje për nënshkrimin e një kontrate në vlerë prej 1.5 milion euro për punë shtesë. Ne do kemi kontrata shtesë për ndërmarrjen pastrimi dhe ka muaj të tërë që një kontratë në vlerë prej 1.5 milion për punë shtesë, jo për zbrazit të kontinjerve, për punë shtesë që kontribojnë në Prishtinën kryeqytet të pastër, për sanimin e mbeturinave si përfaqësuar nga hapësirat publike, është duke pritur për nënshkrim. Të gjitha këto nuk janë mri, sepse menaxhmenti i ndërmarrjes pastrimi nuk e ka synim pastërtinë e qytetit, synimi i tyre është shantazh dhe kjo vërtetu javën që e lan pas. Ani pse sindikata e pavarur e ndërmarrjes publike pastrimi ka mbajtur një takim me kryetarin e Prishtinës Peparim Rama, punëtorët e kësaj ndërmarrje protestuan para objektit të komunës duke kërkuar që komuna t'u kthejë borxhin prej 2.7 milion eurosh ndërmarrjes dhe të fillojnë punën. Adnan Sinani, vozitës tash e 24 vite në ndërmarrjen pastrimi, tha se asnjëherë kryetari i Prishtinës nuk i ka mbrojtur punëtorët, por vetëm ka akuzuar kryeshefin e kësaj ndërmarrjeje.
Këto janë pamovra ty në uhesa kështu. Asnjëherë nuk ka thonë kryetori i komunës për të mirën e punëtorëve, vetëm për drejtorën që gjerë udhëheq keq. Qëllëndo drejtor le ta quajnë ata. Punëtorët duhet me punu që e kanë mojt këtë qytet gjallë. Kemi morë rrugat e mujt fundit, megjithëse ka pak me vonesa, disa punëtorë nuk kanë morë. Kryetari i BDI-s në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, ka uruar Edi Ramën për fitore në zgjedhjet parlamentare, duke thënë se nuk kishte mënyrë më të mirë se ta shpallësh fitoren në Shqipërisë evropiane nga sheshi i kryeheroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, me pjesëmarrjen e të gjithë krerëve të shteteve evropiane në Tiranë. Ahmeti përmes një postimi në Facebook i kërkon Ramës të vijojë rrugën drejt pajtimit dhe integrimit, sepse thotë se në asmëri shekullore nuk jetohet. Rajonit i duhet pajtim dhe integrim. Mua më ke pas të hap rrugën e të ruaj shpinën, ka shkruar Ahmeti. Kryeministri britanik Keir Starmer ka pritur sot në Londër liderët e Bashkimit Evropian në një samit të rëndësishëm ku në fokus janë temat kyçe. Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe kanë arritur një marrëveshje paraprake për mbrojtjen dhe sigurinë, peshqimin dhe lëvizshmërinë e të rinjve, përpara një samiti BE Mbretëri e Bashkuar që mbahet të hënën, duke i hapur kështu rrugën firmave britanike për të marrë pjesë në kontratat e mëdha të mbrojtjes të BE-s, kanë thënë zyrtarët e BE-s. Përfaqësuesit e qeverive të BE-s në Bruksel morën një tekst të një mirëkuptimi të përbashkët midis Britanisë dhe BE-s dhe dokumenti tani po miratohet nga të gjitha 27 vendet anëtare, kanë shtuar zyrtarët. Kryeministri britanik Keir Starmer, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do të takohen më vonë gjatë ditës në Londër. Kryetari i Komunës së Bukureshtit, Nikush Ordan, ka fituar në balotazhin presidencial kundër kandidatit ultranacionalist Gjorgj Simion. Ky rezultat shihet si shprehje vullneti të qytetarëve që Rumania të qëndrojë në rrugën e saj pro-perëndimore. Me 100% të votave të numëruara në orët e para të 19 majit, Dan ka marrë mbi 53.6% të votave në balotazh, përpara Simionit që ka siguruar 46.4% sipas Komisionit Zgjedhor të Rumanisë. Është fitoria e juaj, e dini, tha Dan në një fjalim drejtuar mbështetësve. Ai tha se është fitoria e mira njerëzve që bën fushat, që besuan se Rumania mund të ndryshojë. Simion, pasi fillimisht pretendoi fitoren, e pranoi humbjen në orët e para të 19 majit, duke zbutur frikën për një përplasje të mundshme. Jam krenar për ju dhe përgëzoj kundërshtarin tim për fitoren, tha Simion në një postim në Facebook.